Një banesë u përfshi në flak gjatë mesnatës së kaluar në fshatin Mzi të bashkisë së Fusharzit, për pasojë një mbudhjet antar të familjes Sokoli në mesin e të cilëve 2 të moshuar e 4 të mitur mbetën në qiell të hapur. Siç shihet dhe nga pamjet, nga pasuria e familjes së prendush Sokolit nuk ka mbetur asgjë, ndërsa familjarët në përpjekje për të shpëtuar diçka nga pasuria e 3 kurorëve nuk kanë shpëtuar asgjë, ndërsa kanë pësuar dëmtime të lehta trupore. Antarët e familjes Sokolit, teksa tregojnë për zjarrin që përfshiu banesën e tyre si pasojë një shkëndije elektrike, lëshojnë apelin për ndihmë, teksa momentalisht nuk ka një rrugë zgjidhje. Për i kurentit, i kam ndaj kur ka pa greth, jam kanë pishët, i kam ndaj të rënë të vendat e jam shua, kam marrë një kohë vuj, nuk unë kam vik, kam vymë për gjithë, ka i krejt, e ftyrët. Kërkojnë me për shtetet e për qeverisë, jena të tanë midis fushë. Sonë, se ka gënjë akull, zdim ka shkojmë. Pra në këtë shpia, gjithë që ka pas, asë gjanë nuk e kena zerë. Qështu jena në qilë të hapër. Karë si vetima, karë, flaka e në ka për telë të kurentit i ka në këtë shpis. Në ka kena hishe. E një strehuar dhe ku? Kur konë, s'kena ku mos strehu, se jena 15 vetë. Ku me shku 15 vetë? Një atë zanë derën ati tjetër me 15 vetë, nuk shkohet. 15 antarë të familjes Sokoli këtu në fshatin e thellë verior të Mziut në njësinë administrative të Fierzës në bashkinë e Fusharzit tashmë janë në qiell të hapur dhe presin ndihmën e kujdo për t'i nxjerrë nga kjo situatë ku tashmë dimri i zuri fatkeqësisht. Për News 24 nga Mziu, Armir Meaj.